Të tjerët, për bindjen tim të fuqishme, kanë premtime pambulesë. Ne kemi trend të vazhdueshëm. Realisht, lëvizja vetëvendosje nuk ka nevojë as të premtoj, sepse ju po e jetoni dhe përjetoni trendin e zhvillimit ekonomik dhe të shpërndarjes së mirëqenies. Ndërkohë që ata premtojnë pambulesë, thu se nuk i njohim nga e kaluara. Tash thonë për shembull rritje të pagave 50%. E kur ishin vetë ministra, paga rritej 4%. Pra ata kanë qenë ministra, paga rritej 4%, e tash që nuk janë ministra, thojnë paga do të rritet 50%. Po, a e dini edhe pse thojnë, paga do të rritet 50%? Ata thojnë paga do të rritet 50%, e kjo do të rritet 60%, ajo tjetra 90%, sepse e din që ata s'kan mu bo. Se mos me thonë. Kjo është paradoksi dashur qytetar i premtimit të rrajshëm. Premtimi i rrajshëm thuhet pa përgjegjësi, pa kur fargojle, se s'ka me ardh puna mu testu kur. E çfarë bëm ne? Buxheti për pagat në sektorin publik është rrit për 47%, krahasu me kohën kur e kena marrë detyrën. Por ne kemi bërë tashmë 47%. Neve na duhet të vazhdojmë këtë trend. Kjo është shumë e rëndësishme për neve.